Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Filloj me emrin e Allahut, gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Besimtar të ndershëm, motra të ndershme, mirë se vini në ligjëratën e radhës. Ligjërata e 9. Sonte insha Allah do të mundohemi të flasim diçka rreth një personaliteti me rëndësi të madhe që luan rol në jetën tonë, në besimin tonë. Sonte do të flasim insha Allah për të dashurin tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam. Sonte do të flasim insha Allah për pejgamberin e Allah xhelle shanuhu, i cili ka qenë mëshirë për të njerëzin. Sonte do të flasim insha Allah për shëmbëltyrën e njerëzisë, për modelin e mirësisë, për modelin e mirëkuptimit dhe të mëshirës. Sonte do të flasim insha Allah për më të dashurin ton, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dashuria ndaj Allahut është obligim kuranor dhe se nuk pranohet besimi i muslimanit pa këtë dashuri. Dashuria ndaj pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam është obligimi numër 2, gjë që nuk pranohet edhe besimi i muslimanit pa këtë dashuri. Pa e dasht Allahun xhelle xhelaluhu, pa e dasht edhe Muhammedin alayhi salatu wassalam, edhe Allahu xhelle xhelaluhu s'na i pranon veprat tona, edhe nuk bohemi antar dhe pjesëtar të xhennetit. Këta janë kushte kryesore për të pranuar veprat tona. Këta janë 2 kushte kryesore për të pranuar lutjet tona. Këta janë 2 kushte kryesore për me fituar xhennetin, shpërblimin më të madh që na ka përgatitur Allahu xhelle xhelaluhu. Në lidhje me këtë temë, do të mundohemi të shohim disa ajete kuranore, disa hadithe të Muhammedit alayhi salatu wassalam. Do të mundohemi me u njoftuar me disa strategji dhe mënyra se si ta përforcojmë besimin ton, se si ta tregojmë dashurinë ton ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Do të flasim në pika të shkurtra rëndësia e dashurisë së pejgamberit alayhi salam në jetën tonë, në familjet tona, në shkollat tona, për fëmijët tanë dhe për komunitetin se ku jetojmë. Po fillojmë me disa ajete kuranore ku Allahu xhelle xhelaluhu ju drejtohet besimtarve. Ishin këto ajete kur kanë zbrit në kohën e hijretit, shpërnguljes. Erdhi urdhri nga Allahu xhelle shanuhu me braktis Mekën. Po disa nga shokët e pejgamberit alayhi salam filluan me u dyshu këtë urdhër dhe ishte vështirë me lënë vendlidhjen dhe për me marrë rrugën e emigrimit për në Medinë. Shkonte i biri të i Ati. Ati bisedonte me të birin. Buri bisedonte me gruan e tij, çfarë të bëjmë? Urdhër që ta lëm Mekën. Disa besim fort, disa prej tyre nuk prituan fare dhe vendosën me njëherë që ta praktikojnë urdhrin e Allahut xhelle xhelaluhu. Disa prej tyre ishin të dyshimt. Në këtë kontekst, në këto rrethana, zbritin këto ajetet kuranore ku Allahu xhelle shanuhu ju drejtohet besimtarve: o ju që besuat,
O jo besimtar, mos bëhen prind tuaj, familje tuaj shkaktar për me e marrë dhe me e meritua hidhrimin e Allahut xhelle xhelaluhu. As mos bëhen vëllezërit tuaj, familjarët shkaktar që ju ta fitoni hidhrimin e Allahut xhelle shanuhu. Është urdhër i prerë i Allahut për ta braktisur Mekën dhe për ta ndjekur liderin tuaj, Muhammedin alayhi salatu wassalam. O ju që besuat, mos u ofroni miqësi, dashuri prindërve tuaj, as vëllezërve tuaj, nëse ata vlerësojnë mosbesimin kundër besimit. Mos bëni dashuri dhe mos zhvilloni miqësi me ata të cilët i japin përparësi jo besimit para besimit. E kush prej jush anon nga ata, miqësohet me ta, atëherë ai do të jetë i cili e ka merituar hidhrimin e Allahut xhelle shanuhu. Thuaj o Muhammed, shokëve të tu, tani ky ajet vazhdon edhe për neve. Nëse prindërit tuaj, kul in kana abaukum wa abnaukum, nëse prindërit tuaj, fëmijët tuaj, vëllezërit tuaj, bashkëshortët tuaja, farefisi juaj, pasuria juaj që fituat, tregtia ju që frigoni se do të dështoj, vendimet e mira, e bukura që po jetoni, nëse këto 8 kategori, farefisi, familja, prindërit, etrit, tregtia, janë më të dashur të ju se Allahu xhelle shanuhu, atëherë pritni dënimin e Allahu xhelle shanuhu. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Kini kujdes, dënimi ka për t'ju rokur. Në këtë ajet kuranor, Allahu na mëson dhe i qorton shokët e pejgamberit alayhis salam që ata u desht ti përfillin urdhrat e Allahut dhe ti bashkangjiten Resulullahit dhe mos të pritojnë edhe ata e së bashku me pejgamberin alayhis salam të shkojnë në Medinë. Ajeti tjetër kuranor po flet pejgamberi jon i dashur Muhammedi alayhi salatu wassalam, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Mos shumti që i dhimbemi na dikujt, i dhimbemi pejgamberit ton. As prindërve ta nuk i dhimbemi ma shumë se sa i dhimbemi Muhammedit alayhi salatu wassalam. Pejgamberi është më i ndihshëm dhe më i dhimbshëm për ju o besimtar, kuptoni këtë. Ai mërzitet për ju dhe për të mirën tuaj më së shumti se sa prindërit tuaj. Ndërsa gratë e pejgamberit alayhis salam janë nënat tona. Shifni çfarë vlerë ju ka dhënë Allahu xhelle shanuhu pejgamberit alayhis salam dhe çfarë pozite i ka dhënë Allahu që zemra e tij të na përfitoj të gjithë dhe të na don të gjithë më shumë se sa prindërit tanë. Gratë e pejgamberit janë nënat tona, nënat e besimtarve. Në këtë format dhe në këtë mënyrë duhet me kuptu dashurinë tonë ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ajeti tjetër kuranor po flet. O besimtarë të ndershëm, o motra të ndershme, nëse doni me e dasht Allahun, nëse doni me e njoft Allahun ashtu si duhet, e kush është mësuesi më i mirë që na tregon se si duhet Allahu përveç Resulullahit? S'ka askush tjetër. I vetmi është Resulullahi, i dërguari i Allahut, i cili na mëson rrugën e drejtë se si me e dasht Allahun dhe Allahu më kon i kënaqur me ne. Sepse mbi atë ka zbritur Kurani, katalogu i njerëzis, katalogu i udhëzimit, katalogu i shpëtimit, mbi atë ka zbritur. Prandaj i vetmi është Resulullah ajo rrugë e cila na mëson se si ta duam Allahun xhelle xhelaluhu. Do të thotë duhet ta duam dhe ta sakrifikojmë jetën tonë më të shtrenjtën që posedojmë për ta dashur pejgamberin alayhi salatu wassalam. Dhe kur të e bëjmë këtë,
këtë dashuri, atëherë gëzohuni të gjithë se Allahu xhaleshanu ka për të na dashur të gjithëve. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Thuaj o Muhammed, nëse ju e doni Allahun, ndiqni mua, ndiqni pejgamberin alayhis salam. Në atë moment në kur e ndjekim Resulullahin, atëherë edhe Allahu ka për të na dashur të gjithëve. Ajeti tjetër në Kur'an Allahu po thot: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kemi dërguar ty o i dashur im, o i dërguar i Allahut, kemi dërguar mëshirë për tërë njerëzin, për tërë botrat. Ardhja pejgamberit alayhis salam, shpallja e tij si pejgamber në gadishullin arabik, në sjelljesën arabike, ishte lindje e njerëzimit, ku ishte teri i perandorisë romake, teri i perandorisë persiane, teri i gjahilijetit të Arabisë. Në ato momente të terit erdhi nuri Allahu xhaleshanuhu, erdhi drita Allahu xhaleshanuhu, erdhi mëshira për të njerëzin, erdhi Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon edhe me fjalët e tija për dashurinë që ne duhet ta kemi në zemrat tona për të. Nuk do të jetë besimtar i plot askush prej nesh derisa të jem më i dashur për të se babai i tij, se fëmia i tij dhe gjithë njerëzit. Duhesh me e dashur Resulullahin, ti edhe unë së bashku të gjithë, më shumë se prindërit tanë, më shumë se fëmijët tanë, më shumë se shpirtin tonë, më shumë se çdo gjë që kemi në këtë jetë. Me këtë e arrim në shkallën e besimit, me këtë na e arrim shkallën e kulminacionit të dashurisë dhe të besimit të plot, Allahu xhaleshanuhu. Hadithi tjetër i Muhamedit alayhis salam po thot: "Thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman." Tre gjëra kush i ka në zemër e ka gjetë kajmakun e besimit, ëmbëlsirën e besimit. En yakun Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Allahu dhe pejgamberi i tij Muhamedi alayhis salam le të jetë më i dashur, më të dashur të ai se çdo kusht tjetër. Shifni o vëllezër, Ramazani i ka këto anë shpirtërore, këto tematikat janë shumë të rëndësishme për besimin ton, për forcimin e besimit ton, për forcimin dhe dashurisë son ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij. Prandaj duhet që kjo natë inshallah të jetë natë shumë specifike në zemrat tona dhe në këtë muaj, që ne inshallah kur të dalim pas namazit, të dalim me një dashuri dhe me një gëzim dhe me një harmoni në zemrat tona, që i dashuri Allahut, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ai të jetë më i dashuri tek ne se çdo kusht tjetër. Pejgamberi alayhis salam përsëri në hadithin tjetër thot: "Njeriu ditën e gjykimit do të ringjallet me atë që e don." Kën e ke dash në këtë dynja mas shumti, me kën ke pas lidhje mas shumti, me atë do të ringjallesh ditën e gjykimit. Prandaj le të ketë kujdes çdo kush prej nesh se kënd e ka më të dashur në këtë jetë, sepse ditën e gjykimit do të ringjallemi me atë të cilën e kemi dashur më së shumti në këtë jetë. Hadithi tjetër për Muhamedit alayhi salatu wassalam, si shprehet o vllazën, si tregohet, si vërtetohet dhe demonstrohet. Hadithi dashuria ndaj pejgamberit alayhis salam demonstrohet, tregohet kur ne e ndjekim sunetin e tij, kur ne praktikojmë sunetin e tij, kur ne i përfillemi urdhrave të tija. Allahu xhelle xhelalu ma harret tha: "Thuaj nëse e doni Allahun, më ndiqni mua." E çdo kush i cili pretendon se e don Allahun xhaleshanuhu dhe e don të dërguarin e tij, e ka për obligim me ndjek mësuesin ton i cili na tregon se si duhet Allahu.
E kush është ai mësuesi ynë dhe udhërofyesi ynë që na tregon si duhet Allahu? Përgjigja është i dashuri ynë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Dashuria ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam ka shkaqe, ka metoda se si përforcohet, se si arrihet. Tu tani po i përmendim disa strategji, disa metoda të cilat na përforcojnë dashurinë tonë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dashuria jonë për pejgamberin tonë bëhet më e fuqishme kur na kuptojmë madhështinë e misionit të tij si mëshirë për njerëzimin. Kur ne e kuptojmë ardhjen e tij, ardhja e tij ishte më të vërtet mëshirë. Mëshirë për botën njerëzore, mëshirë për botën shtazore, mëshirë për tërë botrat, edhe të cilët janë të ngurta, ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wassalam për t'i treguar botës se si respektohet dhe mbahet ambienti i pastër, se si respektohet prindi, se si respektohet i fqiu, se si zhvillohet dashuria mes popullit dhe komunitetit. Ky ka qenë roli dhe misioni i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Prandaj kjo dashuri arrihet kur ne e kuptojmë misionin dhe sekretin e misionit të tij. Dashuria e pejgamberit alayhi salam si arrihet? Arrihet kur ne studiojmë biografinë e tij dhe njihemi me butësinë e tij, me sakrificën e tij, që ka qenë shembull për tërë botën. Rasulullah, i dashtun i Allahu xhaleshanu, i dërguar i Allahut, walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum, Muhammadur Rasulullah, walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum. Ata cilën jenë përreth të dërguarit të Allahut, jenë të mëshirshëm, po në rastet të luftës dhe fushbetejave, ata jenë të rrept para armikut dhe para jo besimtarit. Prandaj, nëse dëshirojmë me njoft të dashurin ton, butësinë e tij, zemërgjersinë e tij, sakrificën e tij, sjelljen e tij, ne duhet ta studiojmë biografinë e tij dhe të lexojmë pak më shumë se çfarë tregon biografia e tij dhe çfarë na ka sjellur jeta e tij. Për ta dashur pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe për ta njohur dritën, rëndësinë e tij, duhet ta kuptojmë se ai ka qenë udhërofyes i njerëzimit për çdo gjë që është mirë dhe ka luftuar atë që është e keqe. Kështu duhet me kuptua ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ta përforcuar besimin tënd, duhet që syneti i Rasulullahit të jetë model, mostër, të jetë shembull i yt në mendimet tua, në sjelljet tua, në vendimet tua, në jetën tënde, në menaxhimin e jetës tënde me familjen tënde, me shokët në punë, me shokët në fakultet, në kompani, kudo që të jeni, është obligimi ynë që ta tregojmë mirësinë e Rasulullahit dhe ta tregojmë shëmbëltyrën e tij. Të reflektojmë pozitivisht, të reflektojmë ashtu si ka reflektuar vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam para shokëve dhe të Mekës, para paganëve dhe jo besimtarëve. Si ta shtojmë dashurinë e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam? Dashuria jonë shtohet kur ne i kthehemi sinqerisht në mënyrë serioze dhe në aspektin akademik e studiojmë jetën e tij në detaje, nifemi me sakrificat e tija në detaje. Dashuria jonë shtohet ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam kur ne i dërgojmë salavat atij dhe e përshëndesim atë. I themi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. I lutemi Allahut, o i madhi Allah, mëshiroje, bekoje, lartësoje gradën e pejgamberit tonë në xhenet dhe familjen së tij
dhe shokëve të tij. E pejgamberi jon, i dashur i ynë, çka ka thënë? Nëse muslimani njëherë mua më lutet, nëse njëherë i lutet Allahut, mua më ngrit gradën e xhennet, unë i lutem Allahut 10 fish më shumë për atë i cili lutet për mua. Prandaj o vëllezër të ndershëm, bëni një shprehi, sa herë që ta ndini emrin e Muhamedit, krijesës më të bukur, shëmbëltyrës së njerëzimit, të dashurit ton, gjithmonë thoni me gjuhë dhe me zemër, Allahumma salli ala Muhammed, alayhi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam. Cila prej këtyre termeve vjen më lehtë në gjuhën tënde, thuaj kështu. Mos u bën koprac, siç ka thënë pejgamberi ynë, ai i cili më ndëgjon emrin tim dhe nuk dërgon salavat. Allahu në Kur'an po thot, unë i dërgoj salavat pejgamberit. Engjujt e Allahut, melaqet e Allahut i dërgojnë salavat e pejgamberit dhe besimtarët i dërgojnë salavat e pejgamberit. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Allahu dhe engjujt e tij, melaqet e tij i çojnë salavat Resulullahit. Prandaj thuani me zemër një herë Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed. Thuani me zemër një herë sallallahu alaihi wasallam. Thuani me zemër një herë o Allah, mos na privo, mos na ndaj nga ndërmjetësimi dhe shefati i pejgamberit tonë në ditën e gjykimit. Në atë ditë kur do të largohet baba nga djali, në atë ditë kur do të largohet djali nga baba, e gruaja nga burri, e burri nga gruaja, do të largohen të gjithë nga njëri tjetri, se cilit do t'i intereson çështja e tij personale. Në këto momente të vështira, kur ne kemi nevojë për ndihmë, kur ne kemi nevojë për ndërmjetësim, vjen i dashuri i Allahut, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe i lutet Allahut atë ummetin të me Allah, ummetin të musliman, mos i dënoj dashuri i Zot. Ata kanë besuar në misionin tim, dhe se më kanë pa mua, ja Allah, duke bërë sejdë në arshin e Allahut e duke u lutur për ne, o vëllezër o motra. E për këtë arsye na duhet me dashur Resulullahit më shumë se prindët tanë, se fëmijët tanë. Se i vetmi është ai i cili do ta ngjitët neve në botën tjetër për në shpëtim, për më na marr për dorë e më na dhën ujë të Kautherit, ujë të kranit të Kautherit, që një herë nëse e pim një gotë të ujit, kur s'kemi me u e shtua për s'dyti herë. O motra të ndershme, o vllazën të ndershëm, sa herë që keni probleme, sa herë që keni strese, sa herë që keni kriza shëndetësore, mentale, financiare, familjare, shtonë salavatin mbi Resulullahin. Thuaj 100 herë në ditë pas çdo namazit, Allahumma salli ala Muhammed, Allahumma salli ala Muhammed. Shtojnë salavatin tonë, keni me pa në jetën tuaj kanë me ndodhë mrekulli. Kanë me ndodhë mrekulli në jetën tuaj në familjen tënde, buza jote, gjua jote, le të jetë gjithmonë me salavat mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam. Sa herë që të nervozoheni, mos e ndytni gjuhën tuaj me sharje e me ofendime, po në vend të hidhrimit, thuni Allahumma salli ala Muhammed. Në vend të nervozizmit, thuni Allahumma salli ala Muhammed. Thoni la ilaha illa Allah. Po sidomos salavatet kur i dërgoni Resulullahit, keni me pa bereqetin e salavatit në jetën tuaj, në rrogat tuaja, në kohën tuaj, në shëndetin tuaj. Këto çka po i flasë vllazë nuk janë ëndra. Këta janë fjalët e dietarëve dhe besimtarëve të fortë, të cilët janë duke jetuar me këtë metodologji dhe kanë tregu shembulltyr të tjerëve se më të vërtet bereqeti i Allahut ka ardhur në ato momente kur është shtuar salavati mbi pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Ramazani i ka këto të mirat i ka. Mos mendo për askën tjetër. Mendo vetëm për Allahun, mendo pozitivisht, mos mendo negativisht, mos e lodh trunin për të tjerët, për çaj për hallet tua, për mëkatet tua, lutje Allahut për familjen tënde, për punën tënde, për shëndetin tënd, po edhe nëse je shef, nëse je drejtor, nëse je dekan, nëse je profesor, luto edhe për xhamatin, luto edhe për studentët, luto edhe për komunitetin, se lutja e imamit pranohet. Lutja atit të sinqertit pranohet.
Kështu prandaj duhet ta dojmë Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Mos ta harrojmë salavatin, urimet tona, bekimet tona. 100 herë në ditë, 500 herë në ditë. Kemi besimtarë në botën arabe, edhe në Azi, edhe të na në Ballkan, ka 1000 herë në ditë i bëjnë salavat Resulullahit i dërgojnë. Ftyra e atyre të cilëve i dërgojnë salavat Resulullahit, nur, shkelqen dritë, reflekton dritë o vllazën. Kuptoni këto sekrete shpirtërore të Ramazanit. Kuptoni këto sekretet kuranore, se Muhamedi alayhi salatu wasalam ka qenë rahmet për të njerëzin. Këto është ai sekreti, se ai na don neve më shumëti se sa prindërit tanë, se sa familjet tona. Shfaqja e dashurisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam bëhet me ndjekjen e sunetit të tij, me salavatet tona. Shfaqja e dashurisë për pejgamberin ton bëhet duke e kuptuar butësinë e tij. Jemi të butë. Na shqiptarët, po edhe popujt tjerë jemi pak nervoz, jemi agresiv. Po kujtoj e pejgamberin alayhi salatu wasalam që ai gjithmonë ka qenë i butë. Ka qenë i butë dhe i sjellshëm edhe me armikun, edhe me kundërshtarin, edhe me atë i cili nuk e ka dash prej paganëve të Mekës, e me fqinjtë e tij, me krishterët e qifut, ka qenë i butë, ka qenë shembull për të gjithë. Prandaj kujtoni butësinë e pejgamberit, mundoni me kopjua dhe me imitua pejgamberin ton, jetën ton. Mos të bën artistët, mos të bën futbollerët, mos të bën basketbollistët, mos të bën kampion të ndryshëm të sportit, ata me i dasht më shumë fëmijët tanë, mos të bën ata idole të muzikës dhe të filmave, artistë të ndryshëm, mi njoft ata më shumë se sa pejgamberin ton alayhi salatu wasalam. Këtu është tani nevoja për një rikorrigjim, këtu tani është nevoja për një reformë shpirtërore, këtu është tani nevoja për një korrigjim rrënjësor, radikal në jetën tënde, në familjen tënde. Përpjeku për t'i përhapur vlerat e mira të pejgamberit alayhi salatu wasalam, përpjeku për ta përhapur durimin e tij, për ta përhapur mëshirën e tij, për të qenë i drejtë në vendime dhe në fjalë, për të qenë i butë dhe falës ndaj ata cilët gabojnë me ty. Kështu demonstrohet, kështu shfaqet dashuria e jonë ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe së fundi, o vëllezër të ndershëm, rëndësia futjes së biografisë së Muhamedit alayhi salam në përshkolla. Shkollat tona në Kosovë, në Ballkan, në botë, këtu në Perëndim, kanë nevojë për t'i inkorporuar dhe për t'i integruar po lëndët që flasin për jetën dhe biografinë e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Rinia jonë sot ballafaqohet me kriza psiqike, me kriza sociale të ndryshme. Rinia jonë sot jenë agresiv, është paraqitur dhuna, është paraqitur mos respekti ndaj prindërve, është paraqitur mos kujdesi ndaj shokëve, është paraqitur mos kujdesi ndaj komunitetit. Se si shërohen këto probleme sociale, si shërohen këto probleme familjare, si dalim nga këto kriza dalim, kur jeta e pejgamberit alayhi salam mësohet në për këto shkolla, kur jeta e pejgamberit alayhi salatu wasalam po studiohet seriozisht, në mënyrë që rinia jonë, vajzat tona, na vetë, na si prindër, ju si prindër, ta ndrojmë jetën tonë dhe të bëmi ma të sjellshëm, ma të vyeshëm, ma të mirë. O vëllezër të ndershëm, edukimi për vlerat të larta shoqërore, biografinë e pejgamberit alayhi salam do ta studiojmë ditë e natë. Të kemi një librari për shtëpia tona, një librari të mesatare që flet për komentimin e Kur'anit, për kthimin e Kur'anit, disa libra që flasin për jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ti lëm fëmijëve tanë libra dhe dituri, dhe mos të harxojmë pasurinë tonë me mobilje e me televizora e me gjëra ndryshme, po ta lëm edhe diçka shpirtërore dhe psiqike që gjeneratat, fëmijët, nipat, stërnipat do të fitojnë nga këto libra. Të bëjmë ndryshime në këtë mënyrë, të tregojmë respekt për prindërit tanë,
të mbrojmë të varfërit dhe të dobtit, po të jemi tolerant, ta dhe të tregojmë tolerancën tonë me bashkëdhetarët, me komunitetin e besimeve të ndryshme, ta tregojmë tolerancën e pejgamberit tonë alayhi salatu vesselam. I lutemi Allahut përzemërsisht që na dashuroj më shumë me pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. I lutemi Allahut me zemër që vlerat e pejgamberit tonë, morali i tij, sjellja e tij të futën në zemrat tona, në kokat tona, në sjelljet tona. I lutemi Allahut xhaleshanu me na i stërmbush zemrat tona me dashurinë e Allahut dhe të dërguarit të tij. I lutemi Allahut me zemër që ditën e gjykimit mos ta ndaj nga shefati dhe ndërmjetësimi i më të dashurit tonë Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Thuani amin me zemër o vëllezër dhe motra. Elhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.